Kam frikë se larg jemi ne ndaj të shijuarit të adhurimit të madhit Zot te bareke ve teala. Nuk ka sa një shëplak vend të zbrazd në qiej e që nuk është një melaqe në kam, në ruku, në sejdë, on kam, on ruku, on sejdë të madhru Allahun deri në kiamet. Ato që janë qiell, për ato po kuptohet ma lehtë. Po edhe në tokë. Po edhe çka ka mes tyre. Çdo gjë i bën tasbih Allahut. Siç ka thënë Allahu në suratul Isra, kemi cek para disa viteve kur kemi folur për suratul Isra atje. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. Çka ka në qiej, banorët e qiejve në klapa me laqet, I bëjnë tasbih Allahut. Po edhe çka ka në tokë, po edhe toka vëmën fihin edhe çka ka në tokë. Krejt çka ka në tokë, pa asë një përjashtim. O min shay'in, dhe nuk ka asë gjë, ama asë gjë, e që nuk I bie Zotit tasbih. Illa yusabbihu bihamdihi, e që nuk I bën tasbih Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Por ja që, o ju njerëz, ju nuk mund t'i kuptoni, t'i perceptoni tasbihin e krijesave të ndryshme të Zotit. Tebareke ve teala. Pra, edhe kodrat I bojnë tasbih Allahut. Edhe drunjët I bojnë tasbih Allahut. Edhe shtazët I bojnë tasbih Allahut. Edhe shpazët I bojnë tasbih Allahut. Dhe çdo gjë I bën tasbih Allahut. Por ju njerëz nuk I kuptoni. Nuk I kupton. Pse t'ja I kuptove gjuhët e species tanë njerëzore tënat që me I kuptu gjuhët e hajvanatve të botës shtazore. Të folë ty dikush ndo një gjuhë afrikane atje, a I mund të falenderoj Zotin gjuhën e vetë dhe të sens mërvesh. E nëse je I mangët në të kuptuarin e gjuhëve të species tande si njeri, e qysh deshte me I kuptu e gjuhët e shoqërive, të milleteve, të krijesave tjera, të cilat dallojnë si nata me ditë nga njeriu. Qysh deshte me kuptu ato? Së mundesh me kuptu. Për ata Allah pa thët, la tafqahun, nuk mundeni me kap, me kuptu, nuk mundeni me kuptu, nuk mundeni perceptu tasbihin e tyne. Po, atyne që dënë Allahu, tebareke ve teala, mja mundësu, me kuptu e kuptojnë, se kurse Davudit alayhi salam, a ka thonë Allahu për tebareke ve teala, وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير. Dhe ne ja kemi mundësu, ja kemi fut nën kompetenca, thuja kemi shoqëru Davudit kodrat, po edhe malet, po edhe shpazët në qiell, të cilat bojnë tasbih në të njëjtën kohë me Davudin. Wa alanna lahu al-hadid, dhe ja kemi zbutur hekurin, pa është mesele tjetër. Me dorë, s'ka nevojë me fark, me fut në zjarë, me nxe, me shtinuja, me dorë. Po për në interesën pjesë e parë.
O sakharna ma Davud el gjibale, ju se bihnë dhe kodrat bin të sbih me Davudin. La ilaha illallah. O tajrë, edhe shpezet në qilë. Sa që kanë thonë komentator të Kur'anit, kur e ka lezu Davudi Zeburin, e lezimi i Zeburit është tasbih, është madhrim, është dhikr, është përkujtim ndaj Allahut. Kodrat e kanë përsërit atë që po e thot Davudi. Madje dhe shpez lart në qiell janë nalë. Nuk kanë bo balë me vazhdu rrugën për ku je nis, janë nalë. Sepse madhrimi i Zotit më i madh për to se sa më shku me lyp rrezik. E po i bojnë tasbih Allahut bashkë me Davud. Madje kanë thonë komentatorët, kanë ndodhur që shpest pe i diellit lartë, temperaturës lartë, diellit fort, i ka kap etja madhe, kanë harru me shku me pi ujë, deri sa kanë ranë tokë të ngordhura. Si kurse muslimant, kur e ndjejnë ëmbëlsiren e madhërimit Zotit, qoftë në namaz, qoftë në agjerim, harën se trupi i tina ka nevoj për një pik ujë, dhe mandje ndoshta nga një herë ka dhe të lejuar, por i bijet fekt. Dhe kë nuk e prish, dhe që ndjen lodhjen, trupi ndjen, por mendja ti nuk e percepton atë lodhjet madhe. Ose ftoftin e madhe, ose pa gjumësin, ose në qëndrimin e gatë në kam namaz e tjera, sepse ajo me qka është të marrë me te, është shumë e madhe se sa ndjenja lodhjes e etjes, e vapes, e ftaftit e kështu me ra. La ilaha illallah. Kam frikë se larg, jemi ne ndaj të shijuarit, të adhurimit, të madhët Zot të bareke vëta.